14 maj 2025 tek miku im, tek fermeri më i mirë, tek agronomi më i mirë, ke Fred Monça dhe një realitet konkret. Fred punë mbar. E kishe, se unë të shvi ma shpejt, por nga që ishin fushat, e kishe vjen pjesën më ta? Po. Të kjo pjepër, me sa po shitet sot? Sot po shitet 1800 lekë. 1800 lekë, e? Shumë e mirë. Kryesisht, më po shoh dhe gratë, se ti ke dhe serat në ta. Po. Si ke dal? E përgjithë jam. Se për fushat nuk tashon ty se kisha halë, se unë dije që nuk doje të ngacmoja, pra një të erdha sot, me qëllim që të promovojmë një gjë reale. Ky është pjepër, edhe pjesa tjetër, besoj nusja të filmoj ato, edhe masivin që keti këtu. Unë do të shpresoj që qeveria, me fjalë, të ndihmojmë shumë më mirë, shumë njerëz të tillë si puna juaj. Shpresoj që qeveria të na ndihmojë me subvencionime dhe gjithë. Të uroj gjithë mirat atë. Të vej mbar bashkë me bashkëshortë.